Allahu e përmend në Kur'an surën Hajj, ja ju alladhina amanu rkeu wasjudu wa'budu waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Nëse doni të shpëtoni o njerëz të kështu Allahu dhul xhelal, na thot neve besimtarëve, ja ju alladhina amanu, o ju që keni besuar, për ato nuk diskutoj, por jo besimtarët, ka shumë piqja, do hinë xhenet edhe ato, as do hinë xhenet edhe ato. Interesant piqje bojnë ndonjëherë muslimanët. Allahu shumë qartët, uiddet lil muttaqin, xheneti është i përgatitur për të devotshmit, për besimtarët që kanë thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, edhe kanë bën, çfarë kanë bën? Kështu thot ajeti, o ju që keni besuar, irkeu wasjudu, kjo është më kryesorja. Jo që duhet t'u humbi dikuj shpresë, ma para, vallahi ladhim, i flas vetes. Nëse dikush prej muslimanëve, më them prej jush këtu, prej muslimanëve, mendon se do hije në xhennet pa namaz, halal i koft, atëre musliman tjerë që kanë lodhë shumë këtë e këtë. Stakfirullah. E them thojza, mëse mirëni, nëse dikush është kaq shtrim, më thonë, të mendojsh që do hish në xhennet pa namaz, du të jesh tepër azgam, pelivan më i madh se në Studeniçan. Shumë do të jesh shtrim. Pa namaz do të hish në xhennet. Allahu e ka përmend edhe në Kur'an, edhe pejgamberi përmend, thotë namazi është shtyllë e feje, shtyllë. Keni pa deri ndërtesë të qëndruaj pa shtylla. Unë s'kum pa, ku di, ai që mendon që do hijë në xhennet pa namaz, ai mund të ketë pa në një film, në një ëndër. Allahu çfarë thotë? Ke fundi ajetit dhe sa bukur e përshkruan. Nëse doni të shpëtoni, Kur'ani është be, nuk do argumentojmë asnjë gjë, inshallah, Allahu mos e boft, do komentojmë diçka gabim ose jashtë Kur'anit. Thot nëse doni të shpëtoni, la'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni, bëni kështu thot, bile përmenden edhe formën e namazit. Dikush që thot kush na ka mësuar neve bie në ruku dhe sejdë. Thuj në Kur'an përmendet, jo në hadith. Se dikush na shan hadithet, kanë dalë disa njerëz të mençët. Shumë. Në Kur'an thuj përmendet, irkeu wasjudu, bëni ruku edhe sejdë. Allahu na mësoi rukun edhe sejdën. Subhana rabbiyal azimin, edhe subhana rabbiyal a'lan, na mësoi Muhammed Mustafa. Elhamdulillah që kemi pas dhe që kemi. Allahu më dësë në ndaf prej zemrave, inshallah. A i në mësoj, kur e kam pitë ja Resulullah, si të themi, qëfar të themi në ruku? Ka thënë, thuj subhane rabbiyal azim. O ja Resulullah, qëfar të themi në sejdë? Thuj subhane rabbiyal a'la. Bile, ka thënë edhe dua tjera, por ne që mos ngatrojmë shumë, e kemi ba si paket originale subhane rabbiyal a'la. Allahu në mësoj. Shkoni ajetin me qëfar e fillon? Ajetin e fillon me ruku dhe sejdë. Të dini? Ajetin e fillon me ruku. Me thonë, nuk ka shpëtim pa ruku dhe sejdë. Pastaj, shikoni çfarë renditën mbas namazit. Wasjudu wa'budu rabbakum, edhe adhuroni Allahun tuaj, adhuroni, do me thonë edhe me ibadete tjera, jo vetëm me ruku dhe sejdë, edhe me ibadete tjera. Waf'alu al-khayra, edhe bëni punë të mira. Me thonë, namazi me punët e mira është si trupi me shpirtin, nuk mundet njëna pa tjetrën. Vetëm namaz edhe në gjumë. Këtë se pranon Allahu, të dini. Allahu parazitizmin nuk e donë. Këtë në bon me dije. Nuk e donë Allahu parazitizmin. Unë e gjënoj, a bon si gjenazi, unë kështu, unë falem. Edhe qëfar produktiviteti ke donë kësa i shoqërije? Ti jetojsh 65 vjetë, 70 vjetë, edhe mos të ketë pa as kush hajri, këtë ke jetu, vëllah. Këtë hadith për nga merit a.s. Khajru nasi me jem fa unas, njeri ju mëj mirë në këtë planetet, dini kush është? Ai që është i dobishëm për qerët. Nëse si je i dobishëm për qerët, ti je parazit si krejt kafshë qera. Dikush do ta ketë pa hajri. Jetoj, shkoj, vdiq, as kush se më urvesh, një laf, një azhan, një punë të mirë se banë. Dhe kafshë qera ka, dele ka ma shumë, që bëjmë fëmej. Thonë, kjo është, shkoni Allahu si sa bukur i ka lidhë, namazin edhe punë të mira. Nëse është e kundërta,
Edhe këtë edhe përfundoj se jeni dhe agjerueshëm, jemi krejt. Nëse është e kundërta, do me thonë, bujmë vetëm punë të mira, nuk falim namaz. Çfarë do ndodhi? Ka jetë kuranore. Nëse dikush o interesuar për këtë jetë, mbas gjumon ja gjenja jetin në cilën sura është. Thot, këto që bujnë vetëm punë të mira, edhe vdesën pa namaz, në botën tjetër, këto punë të mira, Allah do i grumbulloje, di thote ati që ka bërë punë të mira, ai shef, po, s'u i shohësh ma, zarmit edhe pluhur e hejt. U sos puna jo. Ai pa knaqu, se ma s'u i shohësh. Kjo puna jote. A be s'ka pa namaz, kot. Edhe pa punë s'ka. A vetëm punë pa namaz, as gjo hiq. Namaz edhe punë. Shkoni si wef'alul khajre. Bani punë të mira, edhe ma punë çfarë thot? La'allekum tuflihun. Nëse doni të shpëtoni. Ndryshe s'ka. Allahu na rujt inshallah, Allahu na fal inshallah, Allahu na bin zemrat tona ti kuptojmë këto elemente kuranore ashtu siç kërkon edhe lip Allahu xhaleshanu, Allahu kabul agjerimin, namazet, zikret, hatmet tona, kelimet tauhidet tona, çdo punë sadaka që i keni dhënë dhe që i jepni, sadakatul fitri që do ta jepni inshallah, Allahu ne pranon gjithë inshallah, edhe lusim që edhe shumë Ramazane tjera të mbrim gjallë shëndosh bashkë ne edhe me familjet tona dhe me më dashurit tonë.